Përshëndetje nga një video e re nga ne këtu, Logan. Edhe shikoni një qik se kush I ka ardhur nonos. Hajde na. Haj. Ka ardhur mami im. Edhe vendosëm të dalim një xhiro. Dolëm në Cambridge, me që se dita është shumë e bukur me diell. Thjesht është goxha ftohtë, është 2 gradë ose 3 gradë. Po frynerë dhe po nejse, të paktën nuk po bie shi, se një javë rresht kemi pasur vetëm shina e shpifi. Brëm erdhi mami im, solli dhe dielli me vete, kështu që tham sot patjetër do dalim. Të datin e kemi para me karrocë. Solla nga Shqipëria dielli. Solla nga Shqipëria dielli, po. Sa po erdhëm në shtëpi, në ka ikur e gjithë dita në Cambridge sot, brodhëm një qikës qytezën, bëm disa foto, mami më shumë bëri foto, normalisht, se ajo ka ardhur për herë të parë, pastaj ullëm për të pirë kafe, pastaj shkuam për të ngrënë, edhe tani erdhëm në shtëpi, ora është gati 5 edhe jam goxha e lodhur. Desha t'ju tregoja këtë, mora një kangur, që është nga këto si copa, edhe e bleva në Vinted vetëm për 6 pound. Është ngjyrë zi. Unë as që kam iden se si vendosen këto, që nga në 2 pjesë. Meqense kam parë shumë goca që I mbajnë, edhe mbajnë bebat e tyre edhe I lidhin këtu, që nga në 3 copa, jo 2. I lidhin edhe I mbështjellin edhe me xhupat e tyre. Më duket sikur do jetë shumë komod, nuk e di. Nuk e kam iden, duket kështu. Nëse duket kjo do jetë patjetër në kurrizi, që kjo pjesa të jetë përpara, edhe pastaj ka këtë, ka këtë gjën, që do shikojmë se si, s'pas ka erdhur, se si lidhet, ka edhe një gjë tjetër, që, me sa po shikoj që nga I njëjtë, kjo është I xhep. Do ta fusim për të larë, edhe kjo që nga si xhep, të dyja njësoj që nga këto gjërat. Do ta fusim për të larë, edhe do ta provojmë të mbajmë bebi motrën kur të lindi. E thot këtu, ose këtu shiko. Po thash të marrë një herë nga këta me copa, pas ka dhe këtë. Nga këta me copë, dhe pastaj, në qoftë se nuk do ta kem praktik këtë, do marrë një kangur tamam. Ka pasur një për Loganin, një tjetër, se mbaj mend tani se nga ishte mamas në papas ndoshta, qoftë se mbaj mend mirë, nuk e di. E dhash kushërirës time, kur dhash atëre shumë gjëra për të Loganit, edhe mora këtë tani. Po më jetë fryma. Goxha u lodha, brodhëm sa andej këtej. Tani kam kështu se kam lyer barkun, normalisht, edhe prandaj kam ngritur këtë sipër që të mos e pi bluzë apo ta pi barku. Edhe kështu goca. Më thoni juve, që po bëni, si po kaloni, si është koha ndej nga ju. Sot ka qenë vërtet ftohtë, domethënë jo I ftohtë I madh, ka bërë edhe më ftohtë, po që prap futesh te ditët e ftohta, edhe pse ishte dielli na kënaq. Fantastike, kemi bërë aq shumë foto. Sidomos tani ora 3:30 që fillon e bie pak dielli, është akoma ditë. Foto dalin fantastike në atë orë. Loga nuk kënaq me mamin tim. E puthi, e përqafoj, mami im erdhi mbrëm në orën 3 të mëngjesit, vetë Albania mori në aeroport. Edhe Loga po flinte te dhoma e vet, dhe ndjeu kur erdhi mami. Domethënë ndjeu ne sa ushtrim për të fjetur, mami im s'kishte pak minuta që kishte ardhur dhe ushtrim tjerë se normalisht ishte I lodhur edhe Albani ishte çfarë herë në mëngjes se ishte në punë dje. Edhe unë me këto sikletet e mia normale ushtrim, nuk është se do bëni muhabet në 3 të mëngjesit.
Loga ndjeu disa minuta më vonë edhe u ngrit për të ardhur te ne. Tani mami ishte shtyr te krevati i madh i Loganit, ndërsa Logani tek i vogli i veti i bardhi. Edhe sa doli te dera i thret mami, hajde Logani, hajde këtu te tena. Kthehet ai në moment u tremb, tha mami se nuk e priste që do të fliste një zë tjetër edhe normalisht. Pastaj tha më përqafoje, më puthi edhe i gjeta në mëngjes të dy bashk, mbështjell, që Logan nuk flëmbuluar me jorgan, me mamin ishte mbështjell dhe kishin flitur të dy gusha, Logan ta fut kokën këtu, ka fiksim, edhe tërë ditën sot u zgjuan bashkë në mëngjes e tërë ditën sot me mamin, përqafim, puth, I love you tena, siç më thot mua I love you mami, të dua mami gjatë gjithë kohës, të njëjtën gjë I thoshte edhe mami tim, edhe u kënaq. Edhe për një 10 ditët në vazhdim, Logan do jetë kështu me mamin tim. Disa ditë më parë më erdhën nga Shein disa xhupe për Loganin, që janë shumë të bukur. Është ky I ziu, I thjeshti, I vogël, është nga ky lloj, domethënë që duket sikur ke veshur një pupull në trup, nuk është fare I rënd, po është goxha, të mban goxha ngrohtë. Un kam 2 vite tani që Loganit I vesh pothuajse gjithë xhupat nga Shein. Edhe keni parasysh ato që janë me push edhe me si lepurusht e veshet kështu te kapuçi, po thashtë ja marr një model çik më ndryshe tani. I mora këtë të shkurtrin që është çik si oversize, prerje pakës e gjerë, edhe është xhup I shkurtër, me 2 xhepa, me kapuç, fiks për çuna. Gjithashtu I kam marr këtë xhupin e ka identik me atë që veshi sot të ziun, edhe po flisni me Albanin, atë të ziun e kishte veshur vjet kur ikëm në Skoci, edhe I dilin vetëm majat e çizmeve, se I rrinte xhupi I gjatë deri në fund të këmbëve, ndërsa tani I rrinte pothuajse treqereksh edhe ishte zgjatur goxha brenda këtij vitit. I mora një tjetër jeshil. Ky është fantastik ky xhupi, e mbante çunin val, me zinxhir, me kopsa mbërthehet, ka 2 xhepa këtu. Edhe këtë më duket se ka kot, nuk e ka xhep, këtë e ka sa për të thënë, xhepat vërtet I ka këtu që t'i fusi bebushi duart brenda. Më pëlqen kjo, që ka këtë pjesën e shiritit këtu, sepse nuk depërton ajri, edhe me kapuç, që në momentin që vendos kapuçin, mbyll edhe këtë, edhe ke vetëm surratin të nxjerr për jashta. Kështu ka ndenjur Logan sot me xhupin e zi, ka qenë val. I ka marr edhe këtë xhupin, që ngjan pak a shumë njësoj me të parin, me këtë jeshilin që ju tregova, nuk janë identik, po janë pothuajse e njëjta prerje, e njëjti stil, siç duket qartë ky në ngjyrën e kuqe. Ky është pak më I trash kur e prek, se sa ai tjetri, jeshili, po të dy domethënë duken që janë fantastik. Ky është pak më I madh, me shumë mundësi këtë do ta vesh vitin tjetër, po meqense më dha mundësia për t'i marrë këtë vit, sigurisht që e shfrytëzova rastin. Çka tjetër të fundit ka marrë 2 palë pijame, që janë të holla për të ndenjur në shtëpi ose për të fjetur gjumë. Tani nuk e vëm me këto pijamet, e vëm kur fillon e ftohet, freskohet më saktë një çik koha, ndërsa kur bën goxha ftohtë I vendosim atë xhupin e trashë të gjumit, po që edhe këto shumë të lezetshme, kur vi pranvera, këtu që bën freskët nata, Logan do t'i veshi, ka goxha nga këto, po duheshin të mëdha, kështu që I mora disa të tjera. Këto janë nga Cozy Pixies, janë shumë të buta, siç e shikoni këto me drer, edhe këto të tjera që janë me babagjysh, fiks për sezonin e festave tani. Nuk e di nëse do bëjmë ndonjë klip të lezetshëm kur të vendosim pemën apo jo, do ta vendosim punëditësh ose ndoshta në fundjavën e ardhshme kismet. Mbase do xhirojmë këto, nuk e di, të shohim. Po shumë të lezetshme edhe këto, janë shumë praktike për të ndenjur në një ditë të ngrohtë në shtëpi, veç pijame. Ju e dini që unë I kam fiksim pijamet, rri gjatë gjithë kohës me pijame normale, janë shumë të rehatshme, edhe pse jo mos të jenë edhe bebusat rehat. Dhe vetëm këto gjëra kisha marrë këtë herë, sigurisht që kode do t'i keni te kutia e përshkrimit për çdo gjë. Ne sapo erdhëm në shtëpi, sot është dita tjetër, siç duket, një ditë shumë e shëmtuar me shi dhe me erë që të vjen kështu në përsurrat, dhe vetëm bëm pazarin e javës. Po, vetëm surpriza hati, mos ha buk. Dhe do bëjmë rosnica, do bëjmë mami rosnica, gjetëm panetone. Jo ha buk, thot kërë. Gjetëm panetone, këtë me çokoladë që kam shumë qejf, se janë të tjera me rushtëthat ose me portokall nga brenda, ato s'më pëlqejnë fare. Na, morëm këto. Që kanë emrin këto se harrova ma?
Mafishe, po. Se mami imi ka shumë qef për mafishet, merr dhe era direkt. Edhe morëm ushqimet e javës, gjëra, domethënë ç'a marrim bazike zakonisht. Morëm lakra, se do na bëj mami turshi. Donim të merrnim zog, fshati, nuk gjetëm as në Sainsbury, as në Tesco, kështu që do ta bëj me kofshë dhe me krah. Do ta bëj mami. Jo, sa unë s'di ta bëj. Doja ta xhiroja, por unë me Albanin do ikim pak te spitali sepse do bëj një analizë unë, do duhet të shkoj atje. Ndërkohë që mami do gatuaj këtu. Tani do vendosim gjërat në përvend e mami do nisi me gatimin edhe ne do flasim më vonë. Okej? Dale ta mbyll zemra se do vë disa gjëra te frigoriferi. What's that? Kush? Not this one. I like. Kush nuk pëlqen ty? Not this one. Kjo që sapo hape nuk të pëlqen? The baby won't have this one. Kjo është e bebi motrës, okej. E provoj, nuk e pëlqeu. Edhe thot që ka bebi motra. What's that? Kush? Not one. Ato janë ato gjërat e tua, lokën ta. Ti vër mama këto shpejt në përvend? No. Ha? The pussy. Do puçesh barkun? Teksha për ty jo, sa të tua sot. Po edhe unë do të puth, se më mori malli, qysh? Se më mori malli mua? Ha? Sikur s'kemi qenë bashkë, 24 orë. Tani që ka ardhur mami im, sigurisht që loga këto me mami, në? Nuk do mënd kjo gjë. Dhe neve kemi të paktën mbrëm, e bëm gjumin rehat, se nuk na erdhi askush gjatë natës në krevat. Më në fund. Problemi është si do t'ja bëjmë kur t'iki mami. Mami do t'i duhet një miell. Mora qumësht, një do t'a bëjmë kost, një do t'a... Look my friends. Look my friends. Look my friends, hajde tregoa këtu, hajde këtu. Look Qa i the, thoj dhe njërë? Qa i the? Këtu. my friends. Look my friends, shikoni miqtë e mi qa ka këto pisliqet që ha. Bëri namin atje se donte Haribo, ndërkohë ka një pako Haribo në shtëpi të sapo hapur, edhe nuk I do se janë të pista, kanë ato sheqerin. Keni parasysh Haribot? Se janë? Kështenja, do pjekim kështenja të dark. E ka këtu, e solli këtu ma, nuk e donte. Ta haj bebi motra, tha. Sa e kapshoj një herë, kjo është për bebi motra. Edhe e futa aty unë prapë. Tani, na shpjego çik recetën, ç'a na duhet? Do e shpjegosh publikut. Këto mishat, përdor këto, me qenë se ato të tjerat janë të grirë, mos t'i shkrim kot. Miell, Mielin e ke aty. vezët, gjalpin, Gjalpin, e di ku janë, të frigoriferi. ato galinat, Edhe ato atje poshtë. limoni në fund. Këto duhet. Okej, okej. Shojnë goxha këto, kanë goxha. Para do bëj rrimet një, pastaj. Po mirë. Këta fillo këtu. Tiganin të skuqur ato, sepse do skuqim një mishin, pastaj do skuqim rrimet. Bukur. Lëre, se e marr vetë. Tani, sa po erdha në shtëpi, bëra këtë, do më thënë, testin, vajta atje, 5 minuta prita. Shpifur. Nuk është se kishte shumë radhë, shqyr zotit, edhe mbyllesh për 45 minuta. Që ajo më tha, ma hajde kur duash. Po kisha vajtër më vonën, ti kisha thënë Albanit ham buk një përsta ikim, s'to ta kisha bërë dot. Nëjse, se e pyta herë në kaluar, atë qare të vitë, qare duash, pa ma nëjse. Tani, gjeda që ka bërë shumë mirë, dhe Albani do qethet njërë kështu që kemi kohë. Sa të qethet ai, se të bëjdush, Atëherë tha, do të zinë ato shpejt. Merë, Do më po. punoj në të grirë, kam hallë se dia do bëj. Jo, s'ka gjë. Po su bëj ham dark, do bëjmë edhe një sallat ruse, ta mosh me ujë. Vetëm ato do zjej pak, sa të mbuloj ato. Edhe i thash asaj që më mori gjaka ti bëj një pyetje, i thash, "Okej, dihet që do t'i bëhen teste gjakut për këtë arsye merret, po saktësisht I thash, për ça? Ça testi, çfarë gjëje?"
Edhe tha, e para njerë duhet të shikojmë atë grupin e gjakut, si e ke, që spitali ti jeti përgatitur në rast se ndodh ndonjë gjë gjatë operimit, ta kenë si me thënë gati, jo të të bëjnë testin, tha, e të presin rezultati ndërkohë ti rri atje, po e thashun tuk e vdekur atje në krevat, shtrirë, edhe po qeshme. Pastaj tha, ti janë të përgatitur, një për test për këtë grupin e gjakut si thash, dy duke për të parë hemoglobinën, nivelin e hemoglobinës në gjak si e ke, a ke hekur mjaftueshëm apo a janë anemike, edhe unë ka goxha kohë që po marr hekur plus që më ka dhënë mamia, edhe dozë 200 që më duket, jo më duket, po dozë 200 po nuk e din nëse është shumë doza 200, sepse sa herë që shkoj për të bler, gjithmonë më thonë të buci, a ke rekomandim? Kush të ka dhënë? Kush të ka rekomanduar? I them gjithmonë që po më ka thënë mamia që ta marr, si duket që nga goxha dozë e madhe kjo. Nuk e di tani si e kam, u bë goxha muaj që unë po marr hekur, në fillim e merrja çdo ditë, pastaj mamia më tha, pasi bëri një test edhe ajo më tha që merr një ditë po një ditë jo, e tani nuk e di, kur të më thonë, nuk e di për sa kohë do ta vazhdoj. Edhe për të parë edhe mpiksjen e gjakut, normalisht në operim ka shumë mundësi që të kesh të derdhësh shumë gjak. Unë me Loganin kam humbur vetëm 500 gram, që ishte shumë mirë, por nuk e dihet se sa mund të humb këtë herë. Edhe do parë edhe mpiksja e gjakut, a mpikset gjaku kollaj, apo është i holl, apo siç është tek, domethënë ishin gjithë ato gjëra që ata do testojnë tek ajo që më morën mua sot. Edhe kështu, vajta shpejt nuk u vonova, më shumë bëra muhabet me ato atje, se sa prita radhën. Edhe Albani veti qik të Turku, ndërkohë që unë isha te spitali, morëm qofte, morëm ato qoftet e mia të preferuara, që të sigura flakën shtëpisë. Logan që ka bërë si ka ndonjëherë? Shumë mirë. Ka thënë I love you të dua. Ndë një këtu ull në bufe. Aty e ka fiksim ai. Bëm gjemën të dy bashk, me zi po priste sa të hapte ato. Sa t'ja hedhur brënda. Galina. Uj ka fiksim Galina, ti hapi ai. I thasha do mandarin, dua vetëm një thel. Ato ftes. Ja qërove dhe ato të bardhat se thot ka qime. Ka qime më thë mua një qime. Po shikore diku ishte qimje. E po është me zi e gjeta me syze. Ajo shikon të unë me syze me zi e gjeta. Sa ai qime I thot atyre të bardhave që ka thela e mandarinës brënda. Ka qime, qimet. Edhe një ditë në shkollë, ku shëra. Edhe një ditë në shkollë nuk e kishte ngrënë mandarinën se ishte me qime më tha mua. Pastaj e ngri një banane të tërë, banane e duas, edhe e ngri qipa. Ka filluar të haj 2 banane njëra pas tjetrës. Shqyrë, sa I thasha, do e gjellë tani, ja, më tha muara dera. Erdhët juve, t'jesh tani unë. Qa the të dush? E s'ka fjetur se ka rëshquar në orën 10. Po do ishin dapë në buk peshku ti. Dukeshin? Prandaj Prandaj si ta marrë për buk peshkën. Ashtë Albania të shokut, hajde merë që të më bëshë të skoshin tani. Ti sova të shpia. Se jo e thaj, do të gjështë e recycle atje ku... Ti më morem qa. Ku hidhen, ku janë koshat e mdhej. Ishin marrë vesh njëri me tjetrin, dy shqiptarë këta, si ishin marrë vesh shqiptarë. Kasëm për atje. Sepse sot ishte koshi me gjërat e ricikluara, që duhet ta merrni në mëngjes, edhe nuk na e kishin marrë, veç kur shoh una që ishte hapur, po hapeshin plerat tona, thash si ka mundësi. Dhe na kishin ngjitur një etiketë ku thuash që për disa arsye nuk e kemi marrë koshin tuaj, sepse ka disa gjëra brenda që nuk mund të merren, që nuk janë të riciklueshme, dhe po vrisin mendjen çfarë, se neve tani dim si ti bëjmë ndarjen. Edhe vajti mendja I thash Albanit, mos është ajo bukë e peshkut, se nuk e dini ma riciklohesh apo jo. Edhe ai shoku që I kishte thënë, hidhit e koshi I riciklimeve, nuk I kishte thënë për koshin e riciklimeve të shtëpisë, po tek ai I madhi që shkon diku atje me makinë I hedh. O marrë vesh tash. E tani atë po bën të Albani I hoqi, I hodhi te koshi tjetër, meqense janë direkt për dush, tha. Erdhi tati! Hajde dati, ne jemi sjell shumë mirë. Shumë e mirë, po do doja ta xhiroja, ti ma mbase na e bën edhe një herë tjetër që unë ta xhiroj, edhe ta di, po, që ta shikoj si bëhet. Për gocat që nuk e din, kjo është me miell edhe bëhet kështu si thërrime, këto gjërat që duken këtu. Thërrime. Në qoftë se Albani do t'i sjellja ai shoku fazan, herës do ta bëj me fazan. Crazy! No, are you crazy? Thot ky. No, I'm not crazy. Një tregova çunin bubun, edhe po ma puthë. Oh my god! Yeah!
Aman. Ha, ku ishte mami? E ti mami të spitali? Pravi bebi motra. E, po ti nuk ju ke folur fare çupa. Shiko. Folu çika tje. Su ke folur fare. Ule nana. Ja shullur nona. Qa do t'i Ka ma? vështirë, ka vështirë. Këtu brenda të bufe. Unë nuk di ato të tjerat, se mbase zinë. Ne hëngrëm buk edhe vëra një lavastovili, kjo që dëgjoni në sfond, bëra një kafe albanit. Tani do bëjmë turshi, lakre, se unë thash do t'a provoj, për nuk e kam bërë akoma, me që se do vinte mami, do t'i bëjmë bashk, ose më saktë do i bëjmë mami, pra gjella kështë dalë super e mirë. Bëm edhe një salat rrugse, të cilën edhe ata e bëri mami, sa erdhëm erdhëm stilane, ato ishin pothuajse gati. Kam vendosur çajin e malit këtu, sepse kisha në një kavanoz të madh dhe këto kavanoza do më duhet i përdor për turshi, për lakrat. Kam edhe këtu të dyja që janë me këto, siç e shikoni, që i ka qef Floga një hanë më mëngjes. Do t'i bëj të dyja bashk. He, çfarë e këto? Isela. Isela. Do, Ja. do sa të kytasi. Ja. Do? Ja. Okej. One more time. Thank you, Mami Gina. Thank you, Mommy Tina. I ka shumë qef sidomos të bardat. Edhe po i bëj bashk, që të liroj edhe një vazo tjetër. E tash do na shpjegosh se si do bëjmë lakrat. Dhe pastaj do bëjmë edhe këto. Gështenjat i ham për në dark. I pret shumë të vogla këto dhe shumë të imta, apo s'ka problem. Ato i pret edhe kur i ha, prit copa tani si të duash, nuk prishin punë fare. Prit jenë të vogla se merr ena sa më shumë. Po jo timta se kur bëjnë i copa më pjatë. Tani, shifje qik për shumë si ti presu këto. Sa? Pres një këtu? Shumë. Shumë edhe njerë këtu. Po, Pres po, këto? prit. Shumë, kaq? Ashtu po. Ja, pastaj kalojmë atje. Do me thënë mamim i zjeka këto lakrat. I love you të dua. I hungry zero. I love you, Mommy. I love you shpirt. Love you, I mami. love you drit. Do me thënë këto i pres kemi kështu. Jo shumë të vogla, të më va. Sepse do prijem për sëri. Nuk ti ham në këtë tas. Gatit ujin, 2 litra uj, me 500 ml më pak. Ose pak më pak uthull. Po e provon, gjithsesi shihen që na pëlqen të trushit, nuk Edhe sa merr një vala i ujë, futi zjen çikto. Sa pak fare. filloj të marri val uji, i hes ato, do t'i lësh pak me minuta, i ktheni shtyp, e shikoni se ato zbuten direkt. Duke në sy edhe. I heq. Te kova dhe këtë mbaje, se dua të provojmë Ato ka pakur, më vjen aty. Edhe pasi zjen i nxjerr nga aty, i lë të ftohen. I le të ftohen, edhe ujin, edhe lakrat, i hes në kovë, ku do i shtrosh, në këtë qenqe kavanoz, ku të duash, u hedh ujin e ftohtë mbi të, që është i ndërtuar, hurdhra, i grin hurdhra dhe medemos. Sa do qërën sa urdhra? Qërojmë. Dhe shikoj me sy. Një kohë. Gjëra të tilla që Where's stila. my phone? Pa shiko. My phone! Where's my phone, thot. Kush? Telefoni. Shiko mos e ke tek çanta kafe që kishim 10 xhiro. Mos e ke atje telefonin ti? Bravo, atje është. Jo, po ti hangre, mos e fut atje, është pise, do lartë. Mbaroj, e shkundi në lavaman, e futi aty. Po e kuptove do ti që është përdorur të lumë. Edhe hudhra do me thënë i grim shumë. Jo shumë vogla, edhe jo shumë të mëdha sa pare. Tani do presim sa të zjej ujë. Që do i hedhim derisa të zbuten. Duke më sjotë. I marrë ka të qithoja. Do thëmë 5 minuta këto brenda. Aj, sa të zbuten, sepse e shikon vetë me sy që janë zbutur. Po, Se po i le më shumë, i bie që ne do të qëllosim. Ja, shiko. Qa jemi ne?
Jo, e dysht puro shqiptar. Dy. Nisë. Jag får ta banan. Mos bërti. Jo futu brenda. Mos bëtit se dolën ata na bën kamer me gjithë tenxhera. Po ti zonjë u habite tira tenxhera. Me Se habite. goti. Se tërë policia. Down. Vetë më ngacmoj. O zoti policia. Kjo filloj e para. Jag go. Go away. Pushore. Shiko, go away, thot kupton anglisht ajo, iku. Vetë më ngacmoj do hyn te tenxhera ajo. Të anë të lakrat e. Të në anë të macelak. Të është në anë macelak. Be nice, Çka? but that's Binaj, silo mirë. Beu e mirë. okay. Të ta angishtin unë tërë. Po deshe të flasë unë shqip, hadi po. Të bëra të blerë. Soy. This is Luna. Iku Luna. This one Luna. E ke këtë shpinë me Luna. Soy. Bëjmë burekët në Shqipëri. Ha. Draco. Very cold. Shumë flota. Kur bëjmë burekët ne me dy pet atje në Shqipëri, i nxjerrim për jashtë te psi. Crazy. Ftohen, a? Tani po ftojmë lagun e lakrave. Jag kan inte. Po bie dhe i veshiu. E mira, si jep. Shumë i pastër nga la. Shqysh që s'ka njerin ka dytë. Që bërë një video neve për qetë. Ashtu. Ja, e bërë video. Ja do jem ta, do thonë njerëzit shta me tenxhere në India janë. Ashtu. Ja në lorën bërdhekë. Po hanë për shesh. Unë në eri makinë. Qa ishte? Kush e bërë? Qa ishte? What go? Marim tenxhere ne i kemi pra brenda ne po kalim në makinë. Po ruaj te, ndeti loga. Loga ti ruaj ande u ti. Ka njeri logan? A ka njëri ande? Ne erdhi? Më ndaj vërë të erdi. Draco. Shpe ta marrë tenxhere di kjo. I love it. Ma se ti për Zoom, unë erdhëm prapë loga. Azul. Ju në erdhëm prapë ata qa. Ta të flasë shqipën se do jenë. It's okay, Luna. It's okay, Luna. Hajde. Hadi Luna se gati e kam lugën. Më vjen më me gjerdar në qafë. Hajde, but it's okay. Hajde. Jo, më stoj hajde, se mësojt ajo vjen pasaj na vjen brenda. Ata ishin se bide një. Ato ishin dy, e unë një kisha par gjithmonë. Ti jetë në ty, sot se i me që. Që ka i pastër ne. Do na bine të fikët në kuzhinë e në qikë. Erë qora. Si Si dhe Albani. Që shkipoj që ka hajde turshi, hajde. Kjera qarapi. I, pa që shkjerë. Qërë, Alba. Kjo si erë qërapi pa larga. Draco. Sot e rëtë për të djegur ti. Luna. Koka bubu. Në makinare? Shqirë të erdi makinare? Ti lejë më rrë? Hello. Tani pasi këto janë ftohur një qik, edhe lëngun që e kemi këtu, që me zore ftohur për jashtë, i hedhim hudhra. Fokus është kjo. Këto nuk ka nevoj që t'jedhësh qik hudhra, qik gjëra në mes, vetëm në fillim, e merera. Lëngu qonë atje, dhe merë aromën e askatë. U po do i të tuja roba. Limon nga një, vetëm nga një, sa për shuja. Do lëshoj një aroma, se mbyllur do jetë. Të pengoj, nuk është se ka në një avari kush e di. Edhe këtu. Po atje kemi zirë qumshin se do bëjmë kos, atje kemi pjekur bajamet, këto, gështenjat. Me denuzin ja vendos këshu. Nuk është nevoja fare, vetëm për të lëshuar aromën. Nuk është që thëmë që pa përziesh në turshi. Kjo që është me e vogël, bolle ka një mjafton. E mbushim. Del ky ujë. Po mirë, në rast se nuk del ujë, si ja bëjmë? Ti bëj masën këshu prapë, s'ka asnjë gjë. Je që ujë del. Po mbush. E për sa bëhen këto? Do të çojmë për jashtë?
Këtë kavanozën e vogël mbaj brenda në ambient shtëpie të ngrohtë, që të bëhet më shpejt. Ta vëm të në bufe. Po, këtë vëre në bufe dhe këtë provo të parën. Kurse këto çoj jashtë në të ftohtë. Po, këtë të voglin për sa ta hap për shembull? Provo edhe pas një jave, po 10 ditë e sigurt që janë bërë. Do ta provosh vetë domethënë. Para se ti iki, po të shikoj. Po këto të tjerat? Po s'ka ngelur plot. Po këto të tjerat për sa? Apo bëhen edhe kaq, edhe pse do rrinë të ftohtë. Që bëhen ato. Bëhen. Kur të mbaroj se ngrëni kjo, Po. filloj një nga këto, s'ka asnjë gjë. Janë gati. Okej. Bëhen shpejt domethënë. Edhe ky pas ka qenë procesi. Po mirë, tani thjesht i vë kapaku, nuk është nevojë ti bësh banjë mari? Jo, fare. Si të vet. Asnjë gjë se janë të mbuluara. Nuk ka nevojë për vaj ose gjëmbita. Në momentin që i ha, i hedh vaj ulliri edhe po deshe mund t'i shtrydësh dhe limon prapë. Okej.